Vetëm pak ditë pasi u kurorëzua fituesi i edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesi duket se ka nisur një kapitull të ri në jetën e tij. Ai ka fshirë të gjitha postimet e mëparshme në llogarinë në Instagram, një veprim që ka ngritur pikpyetje pasi nuk ka dhënë ende një arsye publike për këtë vendim. Përveç se ka pastruar profilin, Gjesi ka ndryshuar edhe fotografinë e tij të profilit, duke vendosur një imazh të ri, duke lënë të kuptohet se ndoshta po nis gjithçka nga e para. Ndërkohë fituesi i shtëpisë më të famshme ka nisur të përgatitjet për projektet e reja që pritet të sjellë si shpejti në karrierën e tij muzikore. Por jo vetëm kaq, nga ana tjetër, edhe Igli Tako i ka hequr të gjitha postimet me Gjesin në profilin e saj në Instagram. Në ditët e sotme, ky veprim tregon shumë për çiftet e reja. Me sa duket, ose lidhja e tyre ka përfunduar, ose me sa duket, të dy po përgatiten për një projekt gjigant dhe në këtë formë ata tërheqin vëmendjen e publikut në maksimum.